që ka Kush mendon se e bën më mirë punën e infermierës? Ka shkollë shumë burra që bojnë po ashtu mirë. Kush mendon si mundet me bë më mirë? Patjetër që e bojnë burrat. Ai që është profesionist. Unë mendoj si profesionisti duhet me pas pak prirje. Ajo duhet mu përshtat me personalitetin, duhet mu përshtat. Ajo për gjitha profesionet, për gjitha profesionet. A mundet me bërë me qenë mami? Që bojnë ma mirë burrat? Punën e infermierës? Burrat janë ginekologjë. Burrat janë doktorë më të mira. Frizerë më të mira janë burrat, mendoj unë. Edhe infermierë më të mira janë burrat, mendoj unë. Se di, unë nuk pajtona me këtë pjesë. Pse shkipel, po mendojmë kështu? Se ato janë më të kujdesshëm në profesionet kur mirën se sa gratë. Unë mendoj për shkak të profesioneve të cilat janë të ndjeshme, sidomos ku ka të bëj aspekti emocional, gratë janë më të mira. Prandaj nuk pajtona. Albana? Po që, unë as me ty nuk pajton, se ti ma herë ma në dalim mashkujt dhe femna, do me thamë, po ti e grua, unë jam grua, unë me ty nuk pajtojmë. Nuk është vetëm dalim i burrat edhe femna. Për shkak të ego, se për shkak të aty në specifikat që i kanë, edhe që na është në natyrën e tyre, prandaj mendoj si këto profesionet e ndjeshme asnjëherë burrat nuk kanë me mujt me pas ose të paktën në një shumicë me bë punën sikur e bën gratë. Alban, kisha dash me pyet Shqipën, pse mendon që infermiere është më e mirë se sa një infermiere? Se unë mendoj se burrat kanë më shumë ndjeshmëri se sa gratë, unë prandaj shtoj psikologen që bisfol. Jo, kjo është shumë e gabuar.